Një rast që për dekada u konsiderua si vrasje pasbardhur, ka marrë një kthes të papritur në Gjermani. Një burr i zhdukur që prej vitit 1994 i shpallur i vdekur nga familja, është gjetur i gjallë në Francë. Sipas Bild, bëhet fjalë për Boris C., një kroat 37 vjeçar në atë kohë me banim në Viersen, Gjermani, i cili u zhduk në shtator të vitit 1994. Në atë kohë policia e gjeti makinën e tij në Düsseldorf me gjurmë gjaku brenda, çka çoi në dyshime për një vrasje. 3 vite më vonë, familja e tij e shpalli të vdekur. Hetimet u rihapën disa herë ndër vite, pasi në Gjermani krimi i vrasjes nuk parashkruhet. Përparimet në analizën e ADN-s konfirmuan se gjaku i gjetur në makinë i përkiste vetë Boris C. Së fundi, policia dhe prokuroria në Viersen konfirmuan se Boris C. është gjallë dhe banon në Francë. Ai u identifikua dhe u mor në pyetje. Sipas autoriteteve, ai është larguar qëllimisht për shkak të problemeve me borxhet dhe frikës nga nënshkrime ndaj vetes dhe familjes. Për këtë arsye kishte inskenuar zhdukjen e tij dhe kishte lënë pas një sken të rrem krimi për fshirë plagë që ja kishte shkaktuar vetes. Në Francë ai kishte ndërtuar një jetë të re dhe kishte krijuar një familje tjetër. Zbulimi ndodhi pasi Boris C. tentoi të merrte dokumenta zyrtare në Francë vitin e kaluar për fshirë një patent të re. Autoritetet franceze zbuluan se ai ishte shpallur i vdekur në Gjermani që në vitin 1997 dhe kontaktuan autoritetet gjermane. Gjatë marrjes në pyetje, ai pranoi gjithçka duke i dhënë fund një prej rasteve më të pazakonta të zhdukjeve në Gjermani. Ligjërisht Boris C. mund të akuzohej, por kjo vepër është tashmë e parashkruar pas më shumë se 5 vitesh. Megjithatë, prokuroria po shqyrton nëse ka vënë për ndonjë tjetër procedim penal. Rasti ka shkaktuar bujë të madhe në opinionin publik gjerman dhe është cilësuar si një nga rastet më spektakolare të zgjidhura në dekadat e fundit.